Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Ditën e diel në qytetin e Shkodrës është promovuar një novelë mjaft e mirë dhe e bukur. Dhe unë për të folur më shumë rreth kësaj novele kam të ftuar autorin e saj, Prel Milani. Mirëmëngjes i nderuar. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjetme. Mirë se erdhe, është kënaqësi që të kam në studio. Gjithashtu edhe për mua. Dua të më tregosh si lindi ideja e shkrimit të kësaj novele. Është një pyetje që ma kanë bërë dhe përpara jush. Është drejt pyetje, shumë e drejt është. Por unë nuk kam pas në një ide të qartë paraprake për të krijuar një novel, që më bëjnë një përgatitje si çnoll për shembull për në një tekst ose për në një poezi ose për në një tregim të shkurtër. Ajo ka ardhur natyrshëm vetvetiu edhe ka ardhur ju ngjizë të unë prej shumë vitesh, edhe e kam nisë fillimisht si një tregim të shkurtër, manej e pash se duhet zgjeruar, edhe e vazhdova pjesën e parë të novelës, edhe më duk sikur nuk ka marrë formë të plotë qoftë personazhi, por jo njomza kishte marrë formën, por ishte puna që nuk ishte inkuadruar në jetën shoqërore ekonomike, ngjarjet e novelës, edhe manej erë duke u zgjeruar, me të thënë drejtën mua edhe kolegë kritikë më kanë thënë ajo është më tepër roman se sa novel, nuk ka rëndësi shumë nga volumi, por nga dinamika e ngjarjeve që zhvillohen në të. Si spunto për novelën ka shërbyer një tregim që unë e kam dëgjuar në moshë krejt të re fëminore. Unë jam nga Shoshi, edhe nip jam nga Kelmeni, Malësisë Madhe, edhe tek gjyshi jem, tek nona jem e vite baba i nanës. Ka ka një malsori gjatë me musteqe, me qeleshe, ka vdek në moshë jo të vjetër, vdekën nga smunja zemrës, por ka qenë burr fisnik edhe i urtë, duke biseduar me gjyshin tem, edhe ai njëjtit nivel ka qenë. Unë isha i vogël në atë kohë, shqyr që nuk kena pas mjete informimi shumë si që ka sot, sepse kena ba jetën fëminore, gjithashtu kena një gjuhë shumë histori, edhe pralla, edhe tregim, edhe legjenda, edhe njoft me natyrën, dhe më thanë që na ka lanë gjurëm. Edhe unë aty kam një gjuhë, duke folë ata njëri me tjetër, ata se kanë kuptu, se unë jam ka inqizoj, se fëmija është si gramafon për inqizim. Që i digjon dhe i mban edhe aty mësova se një malsore e bukur vajzë, familje mirë, e martuar në një shtëpi mirë. Ajo ishte nga, nuk e di tash pse aty në novelën e kam bën jam është nga kastrati dhe feju me në hot, ndërsa bjen dashuri me një djalë nga Kelmeni, këtë nuk du me, nuk e kam bën për thriller, por nuk e maj mend se nga cila zonë e Malësisë Madhe ishte njomza për momentin, por ajo bjen dashuri duke qenë e fejume me burr shumë të mirë, po i moshuar. I moshuar pra se kishte pas një fat tragjik me martesën e parë, dhe ishte feju natyrisht në atë kohë, jo vetëm Malësitë Madhe, në Dukagjinë, në zonat veriore, po edhe në qytete në gjithë Shqipërinë do ta pranojmë fillim se në gjërat zhvillohen në vitet 30. Në vitet 30, edhe në fillim shekullit të kaluar, femrat nuk janë pyet për martesën, kanë vendosur prind. Nuk ka qenë e mirë ajo punë, natyrisht s'ka qenë e mirë, shumë negative ka qenë, por edhe me kaluar në ekstremin tjetër, sepse me njohje, me shkuasi, janë kriju martesa shumë mira, ose nuk ka sot ka kaluar në ekstremin tjetër, s'pytet fare prindjes, vendosin ka dalë bashkëtesa, domethënë kalon nga një ekstrem në tjetër, nga moja e zezë, shkon në fund detit të drejtik kontrastit e sotme. Edhe ajo njomza
merr një veprim të guximshëm, guximshëm dhe heretik. Ditën që do vinin ka qenë një natë festet, atje në novela është nata e shmarkut, nesër do vinte i fejumi dhe njerëzit për me lanë shenjën e fejes, kurse kjo i natë ma përpara, duke qenë te këroj me gjithë gjyshin e vetë, takohet rastësisht me Martin Leken, pra kjo një vajzë e bukur, dhe Martin Leka djali pashëm duke ardhur në fest, ishte në Kastrat, takohen te këroj, edhe te kroni atje larg lind dashuria dhe merret edhe venimi që me ikat natë, ndërkohë kur Njomza i kallëzon gjyshes vetë e cila në fund mas i bajnë debat bashk, binet dhe i del në krah Njomzës, edhe e përcjell natën, edhe shkon tek Martin Leka. Ishte një deri këtu është atmosfere bukure, gëzuare me natyrë, mandej ngjarjet pahen tepër dramatike. Do të pranoj se dramatike është kur pra Kastratit është ishte një burr zakonit. Edhe sot me të edhe koha në të cilën është ka ndodhur ngjarja është shumë nuk ka guxuar ndoshta një femër të kundërshtoj familjen aq më tepër të ikë nga shtëpia. Jo vetëm që s'ka guxu, por edhe sot që është epokë tjetër, kur vjen mu bën fejesa dhe vajza ikën atë natë është diçka dramatike. Është shumë dramatike, tash njerëzit fyet i ati, fyet nana, të fillon mallkimet, fyet edhe llandri që kishte ardhur, pra të gjitha palët e fyme. Të gjitha palët. Edhe tash në ato kohëna do sipas zakonit që ka kënë, ka shkon duvaku i nusës, ka thonë shkon edhe gjaku, atëherë pre Kastrati baba Njoms detyrohet me dalë edhe me qit pushk. Nuk vret Martinin, po vret vllane Martinit krejtësisht pa fajshëm, edhe atëherë njetë shumë i penum. Njomza bën një revolucion për kohën, është një emën metaforik, Njomza pra është qethja e parë që del në pranë verës, e bari i parë, por ashtu siç është gjithë i bukur, delikat, ashtu ishte edhe Njomza fillimisht, delikate, manej villon do ju pjek, edhe vetën pozitë shtirë që është fillim, se ajo shkon nuse dhe në shtëpinë e burrit ka mort, nuk mund as dasëm, as mort. Dasëm e gjam për një herë. Manej llogaritë që çfarë opinionit ke kur ke ike ke landikën, është vra dikush për ty dhe thonë je gjak bame, kam zeze kështu. Gjithmonë i ka një ky opinion femrat. Pra ishte kishte një peshë shumë të madhe. Një barë shumë të madhe. Shumë të madhe. Por nga ana tjetër Njomza ishte edhe e bukur. Ishte shumë e bukur. Duke qenë e bukur në çdo kohë, duhet me pranuar në që shkruajmë letërsi e një më tepër, femrat e bukura janë vazhdimisht janë objekt i goditjes ose objekt i despotizmit mashkullor me realizu synimet e veta, edhe është si puna një lici që i thonë dërtë farkë, se gjithë kush ka në rej, hel ka i gurë ose i bjen nga i drame, edhe qenja saj e bukur, beri që shumë njerës edhe të i vardisëshin, shumë. Ndërkohë që ajo ishte martu me dashuri, ma nej disa u të këndë vërdet, që do pranon të kjo, kur thot për Martin Leken, braktisa familjen, Martin Lek salas ju ka kalm vlaj, edhe unë me kalu një lidhje tjetër që ishin njerës të cilët kishin synimet e veta përshasi që ishte deli kurti. Ma nej, të nëllë ngjarjet politike. Fillon ngjarjet politike janë ngjarjet e viteve 23, 24, 25, 26 në Shkodër, është një përplasje e madhe politike, ashtu sot është në forma më të buta, po pak a shumë, një ato në miniatur përfaqësuesit ose pasarësit e ty në dy grupacioneve. Pra, kemi grupacionin e Zogut, edhe grupacionin e Fanolit dhe të Luiq Gorakuqit. Me folë drejt pa kemi një përplasje midis feudalizmit dhe çiftligarëve që përfaqësonin Ahmet Zogun, të pasurit më të mëdha të Shqipërisë, dhe
elicë borgjeze që kishte fillu me linë, po ishte e dopte, pa formu me mirë, që kishte Noli, Luiz Gurakuqi, e Karahu i tjerve, edhe nollën të ngjarjet që nollën, vitin 1924, ma nej kthehet zogu në 25-ën, ma nej kemi një marrëveshje të madhe midis trevave kryesore të Shqipërisë, përsëri me metoda revolucionare, si që kanë kënë atë kohë, metoda lunët, por historia këtoj njef, që me përmys zogun dhe me sjell një qeveri demokratike, ndoshta Nolin se dikën tjetër, edhe kishte një marrëveshje midis Malësisë Madhe, Dukazhinit, Post-Rips, Mirditës, Puks, Shkodrës, pra edhe Shkodra ka qenë përkrahase kryesore e Luiz Gurakuqit dhe Fanolit në këtë situata, edhe në jug. Megjithatë, politika dhe njerëzit zakonisht anojnë nga i forti dhe atëherë zogu e kuptoi këtë situatën, futi edhe përçamje krahinore, politike, fetare, edhe disa krahina nuk e filluan Puka, filluan pjesërisht Malësia e Madhe, filluan Dukazhini, mandej pas shtypjes saj kryengritje së këtij revolucioni që ishte i vitit 1926, forcat qeveritare është ligji i përgjithshëm kudo në botë, nuk është natyra jeme, ase libri tem, ase navelës, për me thonë këta ishin drejt e këta ishin pa drejt, të dy palët ishin kattar, por kemi përplasje dhe zhvillime ngjarjesh tepër dramatike. Në këtë situatë dramatike dalën edhe karaktere të ndryshme, dy zumë, ku kemi del në shesh tiparet e rëndësishme që është besa e shqiptarit, motivi bes, edhe motivi i mercenarizmit dhe i pabesisë dhe njerëzve t'ullt, të cilët edhe në atë kohë kanë qenë pa aq t'ullt sa janë një pjesë e bandave e njerëzve të korruptuar të kohës sotme, përse kanë qenë një periudhë më të hershme. Një tjetër kohë. Sa e vështirë është ndërthurja e kësaj tregimi kaq të bukur në novelën tënde që fillon me një dashuri me pjesën historike? Po, e vështirë ka qenë, por për mu nuk ka qenë fort e vështirë, se unë kam marru për histori, e njoh shumë mirë këtë ngjarje, por edhe dashje pa dashje, unë thash, ka shumë, sidomos këto thenjet e të vjetërve të moshuarve që i kam një duke folur, të kanë lanë të unë gjurmë, edhe kanë niku shumë tek unë. Masanej edhe kam lexuar, studiuar gjithë literaturën historike, kam shkruar 2 libra të tjerë, siç është Fanolistët i Dukazhinit dhe atentati që të rënditi 2 shtete që u kushtohet pikërisht këtyre ngjarjeve, po këto novela është tjetër gjë. Tani, këtë kontekstin letrar, burri i Njomzës Martini tash është përkrahas i lëvizjes opozitare, pra, tash. Dhe bëhet ndërthurja direkte. Dhe bëhet direkte. Edhe gjatë kohës që forcat qeveritare çojnë mercenar, xhandar, me shtyp lëvizjen, ose me hakmarr ndaj atyre që ishin luftuar kundër tyre, ata kryen aktet pa leja. Lënë se është grabitje, por janë disa veprime që unë i kam një gjuhë vetë nga plaka, nga pleq, që kanë jetuar deri vonë dhe i kanë thënë pa ditë se unë do të shkruaj në libër në herë, as pa ditë ato që po i intervistoj, edhe ato i ka shkruar në mënyrë të mrekullueshme, edhe Patër Kaminje Libardi, janë të faktuar shumë ngjarje, por tash i Njomzës shkojnë tha xhandarët atje në banesë, hanë, pinë, defrejnë, edhe ai komandanti i policisë, tu i ke qenë se burrin e kishte në mal, ishte armik i qeverisë, që thot, i heri bën tentativë me rekrutu, me ba hafi ose spionet policisë, ma ne i pëlqen në pijesi, për edhe tenton me e përdhënu brenda në banesë. Nora, kjo më falni Njomës, ose më shkon goja te Nora Kilmenit, që i përngjasojnë shumë njëra me tjetrën, edhe ajo vetë mërohet me dinitet mall,
e plagosat gjandarin, edhe ikën e gjenë strehim në kishën e fshatit. Nërkohë të kisha gjenë priftin e lillun, që i kishin lill, kjo ngjarje ka ndodhur. Është fakt që priftin e shoshit e kanë lill gjandarët, mos i kanë hangër e pije dej, kanë lill priftin. Edhe mo tallë me të. Tash i gjenë priftin e lillun, kur këta perinat kur vinë shkollekte e vetë se të dalin që në sofër dhe dalin jashtë e lanë atë komandarin mazlumin me norën në shtëpi, kur e gjenë ata të plagosën në banesë, i ne djegun në shtëpinë, Martin Leks. Martin Leka vjen e mbrojt banesën, plagosët edhe vetë dhe met i plagosën në smuj keme lujt. Dimër i malë, borë, sin kelmen ma, 2 metër borë, izolim total, shtëpia ishte djeg, fëmija e vegjel, edhe si me ba. Djeg ishte edhe pjesa malë dhe katonit, kanë janë ushqy me boqa, me gjana, deri tek boqat e Kallamoqit kanë arrit me ushqy njerëzit, prej baktia që o këshin prej bashkibuzuk, atëherë, qeshtja arriti deri në atë pikë sa fëmija i kërkonin buk, ishin të i vdek për buk e ushqim. Nërkohë, Martini ishte i smor, kjo është që më ka lollë shumë pika ma dramatike, ku tashi këtu kemi a duhet për hirt një morali që ka femra me sakrifiku jetën e fëmijëve. Edhe Martini i thot shko të Delikurti. Delikurti ishte pasaniku i zonës, kishte dyqanin, por Delikurti kishte disa vjetë që i kërkonte ofera dashurijet njomës, dhe kjo kishte thënë nuk vim ma këtu, dhe më thënë nuk i kishte përfil, aje donte në fakt, më thënë drejten, pavarësisht që ishte burri martu me donte, edhe duhet me respektu dhe këto njënë edhe njerë. Dhe më thënë, kjo kundërshton nuk shkoj, i thotën qofë se je nan, me shpektu fëmijët për e bukët, mas i babë nuk kanë se përgjegjësia mund, që nuk mujke me lëviz venet që ishte je paralizum, do të shkosh ti edhe bëhet qatë batë, vetëm shko si lë bukën fëmijët. Kur shkon të tyrohet kemu njës me shku, ta që aty pesë bërthem të në novelin në bo, është puna se Delikurti sillet me dinitet, se në umëza nështë nuk do të pranonte. Pra se dresa mori pistoletën me veti, nuk do të pranonte. Nuk do pranonte, por Delikurti kur e shef, edhe kjo kishte ba be që nuk shkeli kur ma në dugajën tane, edhe i thot, erdha, tash 3 ditë fëmija janë pa hangër, kur ma vetin se kam një ma gusht, edhe Martin Leka më ka që me artë e këti. Pra sakrificat e një nëne dhe në... I thot Delia, ty tregon një klas të lartë burror, krejt në ryshe janë tipotit pasanikëve të sotën, që kërkojnë, që menojnë se blejnë gjithë shka po patën pare, e mund të bajnë gjithë shka, mund të qojnë dhe detin hanë. Aj, i thot, me marë një thes me Kallamoq, edhe deri dalin vera, keme ardhë me marë sa herë kesh nevoj bukën, e dyta unë nuk do të shikoj ma me sy ma të kesh se motrën teme, edhe të vlerësoj shumë, se kishte ratë ashin në vesh edhe puna, që neve se si bani me gjandarin atje fitoj popularitet shumë pozitiv. Njomza, ma nej, këtu është një kthese male, një përthyrje male pozitive e Delikurtit. Pra një akt tepër fisnik. Ma nej, në gjarjet, kër qakte malsis male, takohen me të nikaj mërturit e me dukazhinit në dukazhin, atje qeveria u thot, dorëzonu, dorëzoju në bes, se do t'y falim jetën, kur në dhe kundër të masit dorëzohen, atje burgu gjehet, plotat e në shkenat e burgut, atje në burgat e aty janë personazhe të ndryshme që diftojnë dramat e tyre. Pra janë nga gjitha këto krahina që diftojnë dramat e tyre njëri me tjetrin, pengesën, gabimet që kanë pas, pra kritikojnë edhe veten e tyre, por edhe qenëres atyre është burnorës aty për ditë fjeronin njerëz. Pra ka qenë, tash nëse dalim nga novela, na e për ju do ta dini një, unë
historisë nuk do t'im shefet kush, mi 750 vetë vetëm nga Dukagjini janë burgos. Shumë i madh. Edhe aty ka pas, atër në burg kishte edhe gra dhe fëmijë. Këto janë me dokumenta historike. Atër në aty ka kras personazheve letrar, ka dhe personazhe konkret historik që kanë qenë qoftë ta gjandarët, disa kanë qenë personazhe konkret historik, por unë i kam përdor me emrat e tjerë, ose të tjerë që diskutojnë, kanë qenë dëshmitar vetë aty, tyre ngjarjeve, dhe diskutojnë se si kanë ndodhur ngjarjet. Prandaj aty është një teatr dramatik ku t'i ftojnë historitë se si u ka ndodhur. Për shembull, të t'i ftojnë një rast tjetër, një akt bese kolektive jashtëzakonshëm. Kryengritja e Dukagjinit, unë them edhe tash, e vitit 1926 nuk do të kishte filluar. Se kryengritjet duhet menuar mirë, ajo në vërtet u tralltuar, por nuk do të kishte filluar sepse nuk kishte përgatitjen e duhur me fitu. Jo se s'duhej për mësa e regjim, se me dhonë, se këto forcat edhe sot me kenë, Fanoli është një njeri i klasit më të lartë kulturës, edhe kryeministër tillë edhe masi 100 vjeç në shos meritojmë, jo më në atë kohë. Por, duhet me ditë, a ishin gjenje për me e sjell, me bata që donin, edhe me llogarit pasojat që do të vunin ma vonë. Edhe, te kura mesit, kryengritësit e Dukagjinit kanë rrethuar postën e mesit. Aty janë zhvillu disa orë luftime, edhe efektivi i postës mesit kanë dalë aty komandanti i rrethit, komandanti i Gjandarmerisë, pra krejt më të lartë, të në kryetari i Bashkisë Shkodrës, kanë dalë, ishin përfaqësues shtetit. Edhe kur e kanë pasë ishin pa mujtur ta mbronin post komandën e mesit, kanë kërkuar dorëzohen në Bes. Një nga udhëheqësit e lëvizjes ka qenë kapiten Vaskiri, ka qenë edhe Nok Gjeloshi, të dy kanë qenë ushtarak të shquar, kanë qenë edhe bajraktarët e Dukagjinit dhe eksponent kryesor, ura patriot e të njohur, edhe kanë kërku Besën. Pra, momentin kur kanë nxjerrë këmishat bardha drejtare me kërku Besë, ka ndodhur një aksidentalisht atë qëllimisht, nga kati i dytë, ka gjujt dikush edhe ka vra një djalë të ri që ishte në rrethimin e postës mesit, ai vojvodën e Shalës, Kolbinakun. Edhe plagos, u plagos edhe vdiq aty. Domethënë, në momentin kur ata kërkonin Besë, ndodhi kjo, ishte si premje në Besë. Edhe ai fjalën e fundit që ka folë dhe s'ka folë më, si vratën Besë, ka thënë. Manej, kryengritësit kanë shpërthyer, kanë desh me i djeg gjithë javë. Ka ndërhyj Vaskiri, Mark Milani, Babun Seli, Zevdelia, kanë thënë, derisa na kanë rënë Besë, tash i kush ketë punë me ta ka punë me ne, edhe i kanë marrë krejt parinë e Shkodrës, nga posta i kanë nxjerrë jashtë, i kanë përcjell deri në Stamgolemit, me gjithë armë, domethënë, megjithëse ishin tuj luftu njëri me tjetrin, diftuan jak Besët pa shembull. Tash i vjen puna tjetër. Kur u shtyp kjo lëvizje, i pjesë e këtyre eksponentave bën listat e këtyre që do arrestoheshin, ose u çuan fjalë, hajde të drëzohemi, se jeni në Besën tonë. Pra, do bani pak burg, por nuk do ju vrasim. Manej, pjesa e madhe kanë përfunuar 15 vetën letare në pushkatim, 15 të tjerë janë dënuar me vdekje, 100 të tjerë me disa vite burg. Këtu kemi rastin e besësisë dhe të pabesësisë, ose rast flagrant, është rasti një qetet një kajmërtorit. Këtu atër është nga pikat kulmore të pjesës së dytë novelës, këta
i marrin nga burgu, me i qu nga burgu, në fakt ngjarja ka ndodhur Nika i mërtur me i qu në burgun e Hasit, që ka qenë prefektur e Malësisë Gjakovës. Kur që unë kam vendosur në ngjarën në Shkodër, për me i qu të burgu atje, shi rrugs, ta ishin 7 vetë, njëri kishte gjak me degan, ky komandanti i Xhandarmarisë i thot atij njerit nga ati që ishte në gjak, si kërkonte me marrë gjakun, kishte vit që kërkonte me marrë gjakun, me paret mua se filan ditë do të kalojmë filan vend, ku të kalojmë ne anej, gjuje filanin, po ti nuk i kallzon se kishin bë plan, jo vetëm me vrarë këtë gjaksin, po me vrarë tantash, për më justifikuar veprimin, sikur i vrau ky me banda, edhe ai del. Vret ata që i kishte gjakun, ata ishin të lidhun, e vrau njërin, masëri, këtu ishte i qetë tjetër zhandarsh, që i kinë zonë një pozicion një vend tjetër, dhe fillojnë të i gjujtë, të i vranë, komplet, edhe 6 tjerë. Ky atër u këquni, nga një veprim ekstrem që ishte të i marrë gjakun e dëshke me kryat kodin e nerit që e kanë malsorte, i jegëre, ma nej, fillon luftën me zhandarët, vritët dhe vetë. Këtu dhe që vjen një obza, kur në gjënë, bile ma përpara ju kishtë thonë buk me hangër se ishin të i shkua nej, këtu vjen një obza e gjenë të gjithë të vdekur, qetën përveç Lulkeqit. Lulkeqi ishte ai fejuri i parë, që ishte nga malësia male, edhe e merë plagosur pa njën, e qënë të stani i saj, jep me hangër, e bën frimare artificiale, do me thënë si jelë njët, ma në është i dialog i bukur aty, emocionus, që i thot, ti qohë mor Lulkeqi, a i së mujtë ke morë që ku se ishte i shkreti, pa vetëm në agoni, se më ram ke fjetën në shtratin e njomës, edhe me ba marë me gjithë Martin Leka, kërset pushka pra, edhe dikur shumë ke lakmu, tash s'poj, pra të i bo thire me dalë për agonijet, ma nej, kur del për agonijet Lulkeqi, edhe kjo është një karakter, jo se kam banë, por një karakter i fuqishëm këtë novel, atër të i shpëtojnë lot edhe lot të Lulkeqit janë një shprehje thellë pendese për urrejtjen që kishte pas për njomzën edhe për çaj kishte sjellë gjatë jetës. Por Luli që bile edhe aty gjatë pronovimit nuk doli se këta përqendruan në radhë të diskutuesit dashurit tonë në thojza me njomzën, edhe harruan disa episode, për shembull Lulkeqi është tipik nga ata krerët e motë, qëmë traditës, por tipik i traditës, edhe kishte qenë i martuar me një gru të mirë, me një familje mirë. Por, martu me mleshëri, pra nuk është martu me dashuria saj. Tashi, ajo kishte ra në një shkelje kuroret me një djalë të ri. Luli i gjen flagrancë. Edhe me një gjakftotësi tipike, me zgjuarësi dhe fisnikëri që nuk është zakon për malsorët e brezit ti edhe për sot, thot ti djalë derisa të vrash veten që është falë, se nuk e fajti se më spet pa thirë nuse jeme s'kisha ardhe shtëpia ime. Nuse që thot familjen tane e kam pas mik bukët e mik peset para se më ba ti nuse jeme. Ti de facto nuse jeme si ma, do të maj për nuse, por për hirë të atyre mes me të zirë, mes me të tërpruat familje, unë do të maj për nuse, si kur s'ka nëllë asgjë. Mas disa kosh, ky djali, natyrë shqiptare, temperament mashkullor i kategori njerëzve si, mas disa kosh, tash ishin një ambjent të i punu, të i prashit si kanë kënë, po unë tash duke i punu, të i folë për burrat, kush është burri më i mirë në këtë zone, kush është më i fortje, edhe për Lulkeqin folshin gjithë mirë, aty. Këtë që të thotë, jo, mos ashtë i fort, ashtë që i mirë, si mos ashtë ashtu? Jo, mos thotë. Tipike shqiptarve.
Një shtum ka zonë mund me grutë dhe s'ka banë. Ma nej, lull keqi, banë si që kanë pas zakon me banë shqiptarët e traditë se vretat, Grujen nuk e vreta se do në grunë, po gruja kur merr vesh këtë ngjarje dhe doli publike, shkon në mytë të lumë, pra është një ngjarje thellë dramatike, që detyrohet mu fiju me njomzën. Pra kjo ishte shkaku që edhe njomzën nuk e gëzoi. Njomzën e gëzoi Martin Leka. Aty nga burgu ka situata emocionale, ka karakterit ndryshme, për shembull, një karakter me rëndësi që është intelektual, është që nuk doli edhe gjatë pronovimit aty, se natyrisht provimi është i orë, është Bardh Gega. Ky përfaqësonte shtresën e intelektualëve, i shkolluar në Vjenë, Bardh Gega nga Gegajt e Shllakut, kishte ardhur siç kanë ardhur në atë kohë intelektual, nga qëllimet e tyre të mira, ndoshta edhe të gabume, por me bani Shqipëri moderne në me tynet, erdhi me marr pjesën në Shqipëri, për me vendosi rend më demokratik si që menorin ata, mandej u zhgënye këtu pa tjetër, këtu u zhgënye dhe ishte korrent të gjitha këtyre ngjarjeve që nollën. Është në burg, ishte edhe karakterit e epokës. Njëri nga karakterit e epokës ishte rapsot shumë i mirë në Udashi. Para disa ditë ishin varë, litar, 3 shoshjante e Bes, Mark Milani, Bapunceli dhe Zevdelia, janë varë për Bes edhe ata, që është një kapitull tjetër Bes e atyret, edhe tashi ky Rapsodi kishte ba një këngë, po kishte i dënum edhe për vetin burg. Edhe ngjarja ma vështirë për të burgosin ka qenë kur janë dënum me vdekje të i prit. Edhe i kanë lanë shumë të i prit. Edhe tash unë prap kallëzoj një rast si këtu edhe gjatë shkrimit kam qa. Unë stërgjyshi jem ka qenë me këta 3 shoshjan të vesë që është dënum me vdekje. Bashkë me të ka qenë edhe një nga Berisha e Pukës, Mark Zhimer Basha. Edhe Mark Zhimeri ka qenë probatin me Mark Milanin, stërgjyshin nem. Edhe unë kur më qenë fëmi 7-8 vjeç, e kam pa, a i ka ardhën festena, Markun. Edhe kur e pa kësh mu më shku ke madhin të ashtë stërgjyshit mua, edhe aty kam pa për herë të parë një malsor me pinga lopet originale si kanë kënë dhe ko. Ka jetu e 105 vjetë, shumë burë mirë. Tashi, edhe a i fliste me gjyshin, po unë i kam regjistru ato. Tashi, kallëzoj rastin se si kënoshin ta. Edhe të burgosënit mu ban qefin, edhe të ju thanë, dënumini, pas sa të ju dënu kush kaloj i muj, sa të ju dënu kush mata po del falja, zogu, me gjithë se këna luftu kundër tia, burre mirët apo ju fal, të ju dhanë moral, edhe kënoshin. Kënë momentit ashtë, kur ishte duke kënu kangën e këtyre shoshjanëve ky Pranosh Gega, rapsodi i Pukës, Mark Zhimeri e kishte kumar Pranosh Gegen ishte aty, edhe a ishte shef një qoshe se ishte burgu, si ka kënë shumë njerëz aty, edhe po qate edhe për përbatimin e vetë, po qate edhe për këtë që po kënote kangën e funit, se i thot Bardh Gegës, merre një laps të i fletorit i djallë se përshkrushje e mirë, ma shanelet kangë, se kjo do t'jetë kangë e funit që gjes, edhe let kënohet masit deson. Tash në momentin kur është duke kënu ky, vinë gjëndarët me marrë me që me varë. Edhe nuk e nërpret kangën, dresi marrën ke punë, ma ne i shkojnë drejt litarit, pra ka shumë momente shumë emocionuese. Shumë dramë. Si e pritën në promovim librin? Ka shumë pak di që është promovuar, por si e pritën atë që ishin të pranishëm në promovimin e librit? Se shqime që dolë me të promovimi, për promovimin një shumë falënderues ndaj të gjithë pjesëmarrësvet. Patjetër. Edhe është diçka shumë pozitive për qytetin tonë, për gjitha krahinat e Shkodrës janë dashamirë të artit. Se kam qenë edhe në qytetet tjera dhe në Kosovë, kam qenë në zërë me bashku njës njerës si bashkuën tonë, kur Shkodra është e veçantë për pra artistët. rinia ka ik edhe është e dhanun edhe mas
gjanave elektronike. Një pjesë e njerëzve që kanë pas dashuri për me lexue, janë të i firu. Një pjesë nuk kanë mundësi se janë nështë smorë. Një pjesë kanë problemet e veta, dhe të mushet plot salla bibliotekës. Është diçka shumë e bukur. Është diçka shumë vlerësuese. Rrallë parë, por është vlerësuese edhe për ata, që janë dashamirëtarë, se ishin njerëz të gjithë me nivel. E dyta, ajo vërmëndaria ishte pat me menu që në formën një ore letrare me titull Mesat kujtojnë gjyshe njomzën. Edhe këtë rrallë kam baj fije me hile burave, se po thuaj se kishin diskutantët nga Malësia e Madhe, nga Dukagjini, nga Shkodra, nga Puka, pra nga gjitha treta qytetet në gjatë, nga Nika i Mërturi që kishte personazh novela, kishte diskutante që diskutuan. Këtë rrallë kam baj fije me pa drejtësi burave, por do është një rrallë tjetër, gjithsesi mundësinë. Kanë pushtet burrat vazhdimisht, edhe i falënderoj herë për pjesëmarrjen, për analizën. Ishte tamam një orë letrare, që me qëllim nuk jam edhe te koleg shkrimtar, ma tepër jam përqendru tek lexues. Kryesisht kanë intelektuale, mësuese, intelektuale të fushë ndryshme, pra për ne miku më i madh është lexuesi. Patjetër. Lexuesi duhet me prit, me thënë mirë se erdhe, me thënë qofshet gjati 100 herë. Ma nej do të falënderoj edhe Vat Bigën, është një emigrant nga Gimajt e Shalës, i cili ka mundësu botimin e librit. Vata është një familje e shquar me rraj patriotike të vjetra, ka kontribu edhe për kulturën vazhdimisht. Pra ka aj me familje, ka sponsorizu monumentin e Papa Klementit, që është vendos në kishën e Arvërit në Lezhë, ka ndërtue, ka sponsorizu edhe për një do kishat e tjera, edhe kishën e Gimajve, edhe shumë vjepte infrastrukturës, sidomos në zonën e Shalës, edhe vjen mirë që ishte edhe vata aty se i zakonisht rrinë në Amerikë, e qiti punë rastisht edhe ajo fjalë pak, është fjalë pak edhe duhet me përmend nerën se ka bën një, nuk është hera parë, por në këtë situatë që është sot, ne si kërjues kena nevojë për një mbështetje, jo se fitojmë asgjë nga libri, por të paktën koston e botimit me na një mbështetje. Edhe kjo ishte shumë pozitive, edhe është prit me interes, ka pas para dhe mrapa, kërkesa për librin, edhe është ngjarje që kam keni mushun. Jo se kam jo me lëvdu veten se kam natyrë, po do me thanë, këto kanë arë si fola në fillim të bisedës, natyrshëm. Ma ne aty krahës në vepër ka grotesk. Grotesku është qeveritarët, pra xhandarët e asaj periudhët. Do të pranojmë se njerëzit me pushtetin në Shqipëri në gjitha kohrat janë sjell, kanë abuzuar në mënyrë të ulët disa, edhe duke u kthyer në figura jo vetëm të rryer, por grotekse. Edhe një nga ata është komandant Mazlumi. Pra Mazlumi është personifikim i shumë veprimeve që kanë bërë. Ka qenë një plak disa, po unë e kam pas aty në Pepsoma një plak diki kanë thënë. Ajo ishte të i fol me shoqet veta se s'dike që ose jam të e marrë veshun hiq. Edhe kur kanë shku, ajo ngjarje ka ndodhur vitin 1927, sa është në kohët. Kanë shku këta bashkëbozuk me uniforma gjys civil, gjys ushtarak, me pushk,
edhe i kanë pre sjapin, i kanë pre dhit, kanë hangër, pi, kanë marrë thuj arkën, i kanë marrë i lek, kanë fillu me marrë dhe tirësit e kunatit, një kojshis aty për Elmirashit Pepsumave i kanë pre gjitha blet, po i shkua duke i ranë me pushk në delë gjojës, edhe qitë petulla, mish, dashit pjekun, raki, ven, edhe cilun nërë banale, të më thonë ka rritë puna deri me kalun për leshe, të më thonë një gjendarit i ka ra, ajo ka kënë i gru vogël, po shumë shkath, e ka marrë unë në zjarët e i ka ra, sepse deshti mi marrë, kisha thaj palë tirë që ja kishte ban shojt për vdekje, edhe i kam dhimin shumë, i mori i palë tira, i hëdhi kështu rreth e qafës, deshti marrë dhe tjerët, atër e kam gjujtë unë, tha iku, po doli, kur ka dali ashtë, ka dali i ka vra lopë, atë vichin, e lopës edhe dërkusin, shëndari. Pra, këta janë skena që është edhe një tjetër pak i fi me nota më të buta, se sa kjo është ma qesharak, jak zekmatia, nërsa në novel kena edhe dy figura që i kanë dhënë gas, kuptimin e fjalës gastor, që janë figura e Manllojës, pra një shkodran që ishte i dënuar në burg, shumë bujar, ky mani është nga ata që e diun që stërgjyshit tem dhe shokëve ty në një buk gruni u ka fut daltën, që ishte si zotni e leshin me shku në shtëpi, pra herë një javë shkote në shtëpi, këthe hej, edhe u bite buk, se ka kënë situata shumë e keqe në burg. Tepër vështirë, skandaloze. Në atë kohë nuk o ban fjallë, 26 fillimet e para shtetit, as kishte ambjent, as ushqim, as janë, para u ka pronë, kishte një forë bukë, dhe i bite dhe bukë. Bukë ka fut një dalë, me atë dalë ta kanë pasur të i burgun dhe kanë dalë e ikë. Por, kjo kishte edhe natyrë gazmore, bujare, edhe po kështu dhe një nga një malsor, shori, edhe kjo ishte shumë gazmor, do më thonë, këta nuk është puna, se po moj gazimal, po nga me një humor të sjuar, i kanë shërby mu largu mërzin tjerve. Edhe këto skenat do t'japin natyrë telenovelës në Silan, vetëm natyrë tepër dramatike. Pa tjetër, japin pak ëmbëlsin, do shta. Pa edhe ëmbëlsin, edhe skenat e njomzës, ato të parat normalisht, por ka shumë episode që janë nërthurje e mitit, e historisë, e legjendës, edhe në gjithë këtë qorfull, Nora është ajo një mirushe që vallëzon është tylla e moralit. E të gjithë novelës. Nora, më falni, Njomza, nuk është puna se kam kriju një personazh se duhet mu kriju. Ngjarjet e Norës të Njomzës janë reale. E dyta është njerëzore, pra nuk është nga ato që po thona se ka dalë me luftu, por ka luftu kur ju ka lyp me mbrojt nerin, ka sakrifiku nërën ma shemëllore për fëmijët, edhe ka krye është tiftu një Helen, kuptimin e fjalës, për dashurin, ka ba një revolucion. Një ndërthurje shumë e bukur. E dyta, ajo në të gjitha këto ngjarje del me moral të pastër. Në kohën shtyll morale e novelës edhe shoqërisë. Edhe gratë tilla ka pas jo pak, po shumë. E dyta, ne jemi borxhli, sidomos ne shkrimtarët, që t'i pasqyrojmë këto gjëra për gjyshet dhe nanat tona. Gjithashtu, në këtë situatë që është kriju sot, kur ka fillu në shkallë botërore, ka 30 vjetë si bëhat një propagandë masive kundër familjes. Pra nuk del me thanë po është familja, por nga mënyra se si veprohet, edhe situata me divorce pa fund, me martesa, mrena njëjtës zini, deri te ligji i fundit që u miratue, të gjitha këto çfarë janë?
është një sulm frontal një sulm frontal virusal ndaj familjes shqiptare. E dyta, unë thash para punoj në policie, kam shumë raste. Do me thanë, ligji për dhunën në Shqipëri të familje, ne propagandojmë pjesa me madhe arrestime që bën policia, është për dhunë familje. Jo, është bën një ligj dragonian. Nuk jam në asnjë mënyrë që të kestrajtohet, ai që kestrajton kanë qo burr, qo grua, nuk është njerëzor. Por për i zan trendom nuk shkon burri në burg. Edhe shkatrohet një familje. Manej ti që i çon burrin në burg, ti si delat i nëmën të grave flet në televizor, çaj sigurën asaj gruas nesër që s'ka as shtëpi, s'ka as punë, s'ka as janë. E dyta, femra nuk duhet dalin nga natyra. Gjaja ma parësore e femës është me kenë nanjen rradh parë. Pra, kur të linin vajza, do të rritet mu banan. Qoftë se mohon me mësinë, nënsinë, i femën, për çështjet karrierës, ose të gjëra tjera, se s'do mu martu, ose me individualizëm, nuk është gjinit, duhet të respektoj njëra tjetën, po kanë natyrë të veçme, vetë Zoti i ka fara shumë. Pra naj, në këtë situatë që janë sot, na bëjmë shumë mirë me i kujtu vujtjet që kanë hekë në tona, e gjyshe tona. Pra, nuk i dinë, s'kanë faj me ditë, nuk i besojnë. Ke aso gra malsore nga gjitha trevat e malësisë veriut, që kanë marë kallamosin, pazarët vjetër të ura e bunës, e me qu në dukazjen, me qu në malësit madhe, me qu në një kaj mërtur, e kanë marë në guzi në shpinë. Ka 50 kg, 60 kg në shpinë. Me quë bukën fëmijëve të atje. Ke gra që burri ose ka kënë në gjak, ose ka qenë burg, ose i smur, ani 7 zanë, se s'ka pa shumë i përmu fëmijëve, edhe kemë raste që kam një subjekt një novele tjetër, që ka linë rrugë e gruja. Edhe shoqet e veta e kanë majtë, e kanë, dhe më thonë, ka linë rrugë, ka shpëtu djali, dhe këtë se sa të fort ta kanë kënë. Sa e fort, po. Sa e fort, çfarë sakrificë ka, a me nën kusht sot për të gjana? Jo, absolutisht. Pra, nuk është vetëm hyrina me dalë me vra njerës. Pra, çfarë sakrifica kanë ba? E dyta, a kanë ra gjithmonë të funit, në gjumë, a janë qut parat, kur ka ardhë miku në shpi, i herë është respektu miku, ma nej fëmija, ma nej gjithë ropë, qaj ka me jetë asaj grus, edhe gjenja ekonomike nështë asaj, edhe prapën nesë të rëshuë ma para. Edhe shpesher në kryojmë heroj mite e të mashkujsh, që duhet pranu se gjithë botën, kalimin nga familja, kalimin familjen monogame, është merit e femës. Edhe në qofë se familja, këtu është qëllimi sot, me godit femrën, me liberalizu femrën, me dalja është natyrës vetë, me shkatru familjen. Femrën shtyllën e moralit familjes, më të majnë vetëm femna. Jo mashkujt. Edhe, kjo gja, mundohet që me përcjellë në përmes njomzës, sa ka mujtë. Të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme, faleminderit që ishe me ne këtë mëngjes dhe na solle një novel kaq të bukur që do e lexojmë me shumë kuriozitet të gjithë. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe jeni shumë e mirë dhe këndshme, ju uroj suksese në misionin. Faleminderit shumë, faleminderit dhe për komplimentin. Faleminderit të gjithë ju që qëndruat me ne deri në këtë moment, duke ju uruar një fundjavë të mbar, bashkë shihemi të hënën.